Përshëndetje Ilir, tashmë që është çelur shqyrtimi gjyqësor në themel për dosjen e njohur si sterilizimi, ka zhvilluar seanca e parë ditën e sotme, ka qenë ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa, i cili është marrë i pandehur, fillimisht ndaj tij prokuroria e posaçme ngriti akuzën e shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim, por që më pas kjo akuzë u rikualifikua nga gjyqtarja e seancës paraprake, Flojera Davidi, në akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe ish zyrtari i lartë Ilir Beqaj është treguar disi i ashpër edhe me gjyqtaren Davidi, gjyqtaren e seancës paraprake, ku pikërisht kjo gjyqtare rëndoi pozitën penale të ish ministrit të shëndetësisë, i cili gjithashtu ka pretenduar se ky procedim penal nuk duhet të fillonte nga ana e prokurorisë së posaçme, pasi në vitin 2015 sipas tij ka qenë prokuroria e Tiranës e cila fillimisht ka hetuar dosjen e sterilizimit, ku pas disa muajsh hetime, prokurori Endrit Bimi, sipas ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, ka dalë në përfundimin që nuk ka element të veprës penale, duke pushuar pikërisht këtë hetim që është çelur 10 vite më parë. Dhe në këtë kontekst, Ilir Beqaj kërkoi pushimin e menjëhershëm të çështjes dhe pavlefshmërinë e vendimit të gjyqtares së seancës paraprake Flojera Davidi. Gjithashtu, Zoti Beqaj ka pretenduar që ndaj tij nuk janë respektuar të drejtat dhe madje për këtë ai ka lexuar edhe direktivat e Bashkimit Evropian dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian për respektimin e personave të akuzuar. Më pas Beqaj nuk ka kursyer gjithashtu as prokurorinë e posaçme, ku ka cituar se SPAK hetoi dhe gjeti vetëm shpërdorim detyre, duke u shprehur se më parkoi te kjo vepër penale, ku Italia, duke marrë për krahasim vendin fshinj, sipas tij e ka shfuqizuar këtë vepër penale, pasi sipas zotit Beqaj, prokuroria e posaçme nuk gjeti asgjë të palishme, duke e klasifikuar si shpërdorim detyre. Më pas zoti Beqaj është ndalur dhe tek arsyetimi i gjyqtares Davidi që rëndoi pozitën penale të tij, duke u shprehur se sipas gjyqtares në fjalë ai është koka e krimit vetëm sepse ka deklaruar se është me profesion informaticien. Sipas zotit Beqaj, ministri është antar i Këshillit të Ministrave, që është një organ kolegjal dhe ai nuk duhet të jetë kompetencë e SPAK-ut si subjekt i tillë dhe për këtë i ka kërkuar trupit gjykues që të lexojnë dispozitën përkatëse. Nga ana tjetër, gjithashtu është shprehur ditën e sotme në seancë edhe ish zëvendësministri i shëndetësisë, gjithashtu i marrë i pandehur për dosjen e sterilizimit, Klodian Repa, i cili ka kërkuar një masë më të butë sigurie. Ish zëvendësministri Repaj ka deklaruar ditën e sotme para gjykatës se ai është kthyer nga Anglia për të përballur me drejtsinë, por gjeti pa drejtsinë. Sipas Klodian Repajt, çështja e sterilizimit është kthyer tashmë më shumë se sa një çështje të drejtësisë në një çështje politike, folklorike, por dhe mediatike. Sipas Klodian Repajt, ai ndodhet në burg prej 2 vjetësh me një akt paditë rreme, duke ju referuar këtu kallëzimit të nismes thurje, mbi të cilin dhe SPAK nisi hetimet, dhe madje ish zëvendësministri ka deklaruar se SPAK në mënyrë të palishme ka cilësuar si provë të re për hapjen e çështjes dhe dosjes së sterilizimit pikërisht kallëzimin e nismës thurje. Seanca Ilir u shty për më datën 28 për shkak të largimit me urgjencë për arsye familjare të një prej avokatëve, ndërkohë që seancën e ardhshme GKK duhet të shprehet edhe për ndarjen apo jo të çështjes së sterilizimit, duke patur parasysh që mjekët, por dhe stafi administrativ që janë marrë pandehur pikërisht për çështjen e sterilizimit kanë kërkuar ndarjen e çështjes dhe gjykim të shkurtuar, ndërkohë që Ilir Beqaj ka kërkuar zhvillimin e kësaj çështje me gjykim të zakonshëm dhe gjykata pritet të shprehet nëse do të ndahet çështja e sterilizimit apo do të vijojë pikërisht me të gjithë pandehurit, ashtu siç ndodhen në këtë moment procedurial. Eni, ditën e sotme SPAK dhe autoritetet italiane kanë bërë një përmbledhje të mega operacionit zhvilluar në Shqipëri në disa qytete të rëndësishme të vendit, patjetër fokusi ka qenë Durrësi. Gjatë komunikimit